Shikues të Fax News ju përshëndesja kur takohemi sërish në Rise Up me një tjetër histori suksesi. Sot në fakt do flasim për historinë e suksesit të themelues të Flowbes Park, Rrges Dervishi, i cili në fakt kur filloi nuk kishte asgjë, vetëm një ëndër të madhe, fëminore do thoja, për të pasur një biznes të cilin e kishte ndërruar që në fëmijërinë e tij. Për t'ju njohur më shumë për sa i përket historisë apo dhe menus të pasur që ofron Flowbes Park, ju ftojmë ta ndiqni në këtë rrëfim të jetë emocional. Përshëndetje Rrges, mirë se vjen në Rise Up. Përshëndetje Gentiana, mirë se erdhe në Flowbes Park. Siç e the edhe ti vet, jemi në Flowbes Park, një restorant i cili është ngritur në zemër të natyrës me një pamje të mrekullueshme. Doja të pyesja paraprakisht, domethënë për detajet tradicionale që ke zgjedhur, por edhe për emrin Flowbes Park, çfarë simbolizon? Atëherë, emri Flowbes Park është një bashkim emrash që është goxha emocional për pjesën e familjes time, ndërsa për pjesën e detajeve, duke qenë se jemi një restorant duke shërbyer pjesën e gatimeve tradicionale të zonës Tiranës, aty ku unë jam, normalisht janë disa gjëra goxha të bukura që bëjnë kontrast me njëra tjetrën, duke edhe për pjesën e ushqimit. Si thuhet tundosit në dialekt? Ne i themi mti. Mti, se në fakt edhe publiku që po na ndjek në këto momente, tundosi ka shumë sinonime, ca i thon mti, ca i thon tundos. Normalisht pjesa e Shqipërisë mesme, pjesa e veriut, pjesa e jugut kanë fjalët e tyre që përdoret, por kryesisht ne e kemi për mti, e kemi mti. Ka diçka emocionale lidhje me mtiun, domethënë të kujton gjyshen, ose dikë të afër? Patjetër që po, sidomos kur rrinim tek pjesa e kuzhinës dhe gjyshja vepronte dhe vazhdonte me pjesën e tundjes qumtit, kishte atë momentet që u tunte qumshi dhe ishte goxha shumë e bukur. Në momentin që u tunte, lart i dilte pjesa e gjalbit edhe gjithmonë theknim bukët tek soba. Merrnim dhe pjesën e tlynit, i themi ne, direkt dhe nuk e paguaj dot, domethënë atë lloj kënaqësie. Në fakt është një eksperiencë që besoj çdo shqiptar e ka përjetuar të paktën një herë në jetë që të presin atë gjalpin e gjyshes dhe sidomos bresim më përpara që jemi dhe ne, domethënë. Dish që fëmijë ke ndërruar që të kesh një biznes dhe një restorant, po të kthehemi pas në kohë. Si e mendoje Rrgesin e rritur? Është pikërisht kjo një ndër e jotja e bërë realitet? 100% po, sepse unë që në fillimet e mia isha i fokusuar në pjesën e restauracionit. Që në moshë të vogël, duke pasur goxha ëndra për pjesën e kësaj strukture dhe duke e bërë me pasion çdo ditë më tepër. Ka nisur që në fëmijëri, moshën diku 12-13 vjeç, dhe me një eksperiencë goxha shumë të madhe. Në pjesën e hotelerisë, në pjesën e gastronomisë, duke përfunduar dhe pjesën e shkollës Hospitality Industry ose Hoteleri Turizëm ndryshe, edhe duke marrë çdo etapë nga shkalla më e vogël tek shkalla më e madhe. Erdhi një moment dhe unë thash me vete, okay, tani jam gati që të hap diçka time dhe faleminderit Zotit, për momentin jemi këtu ku jemi. Vetëm pas pak do kemi mundësi që të dëgjojmë historinë e Rrgesit, siç u thash është tamam një histori suksesi. Rrgesi e ka nisur kamajer dhe sot ka arritur që të themelojë një restorant në zemër të natyrës. Ju ftojmë të vini me ne. Jemi në ambientet e brendshme të Flowbes Park me Rrgesin. Rrges, përshëndetje. Mirë se erdhët edhe një herë. Nga intervistat paraprake, di që puna jote parë ka qenë në moshë mjaft të vogël dhe ke punuar si kamajer. Na flit pak për këtë periudhën, si e kujton? Atëherë e kujtoj goxha bukur dhe sot them faleminderit Zotit, normalisht duke pasur një mbështetje shumë të madhe dhe nga ana familjare. Nisi në moshë goxha të vogël, në moshën 12 vjeç, kur unë dëshiroja si profesion dhe gjithmonë e doja si gjë. Nuk e bëja thjesht për përfitime monetare. Në atë moshë nisi me diçka të vogël, duke mësuar në pjesën e shërbimit, pjesën e komunikimit, sepse normalisht ashtu ishte edhe koha atëherë. Më pas vazhdova shkollën e Hoteleri Turizëm. Pra 12 vjeç ke filluar të punosh kamajer. Përse zgjodhe që të punosh në këtë moshë relativisht të vogël, le të themi? Sepse më pëlqente ajo që doja, e doja shumë atë. Më pëlqente shumë. Dhe e shikoja që kisha goxha e curi dhe isha goxha i sakt në atë që bëja në pjesën e shërbimit, në pjesën e barit, restorantit, hoteleve. Më pëlqente dhe vazhdoja vetëm më ndërroja gjithmonë në atë lloj strukture. Pra ndërroje në një moshë relativisht të vogël që në një të ardhme të kesh një biznes, siç është Flowbes Park. Siç është Flowbes Park tani. Po.
pas, po themi, fillove studimin. Studimet në hotelleri turizëm. Njëkohësisht unë punoja edhe në një bar në Tiranë, sepse mosha e vogël dhe nuk isha i specializuar akoma dhe më shumë duhet goxha informacion në bazë shërbimit që të kemi. Pas përfundimit të shkollës hotelleri turizëm, fillova punësime në hotele goxha të mira në Tiranë, shumë të mëdhaja. Sa kohë zgjati kjo periudha që punove për hotelet e tjera, po themi? Për hotelet e tjera ka qenë një periudhë diku tek 3-4 vite. 3-4 vjet. Po. Kur ka qenë momenti që more vendimin që ti futesh e botës të biznesit, që more përsipër riskun, na flit pak për këtë periudhë, sa e vështirë ka qenë pjesa e fillimet? Atëre, ajo që e bën goxha të lehtë pjesën e kësaj periudhe është një eksperiencë goxha e madhe në këtë lloj gjëje dhe pasioni. Realisht, pa pasion nuk ka as edhe një lloj gjëje për mendimin tim në këtë jetë. Këto ishin dy kryesore që unë jam i gatshëm të marr riske, unë jam i gatshëm të krijoj ato që dua, unë jam i gatshëm të eci përpara, ndoshta ka ardhur momenti, patjetër me shpresën e Zotit nuk mund të ecim dot për asnjë lloj gjëje. Para një viti e gjysmë, mora iniciativën për të marrë pjesën e Flobes Park. Viti i parë ishte goxha i vështirë, sepse normalisht duhet të kthenim nga e para, duhet fillonim me strukturën tonë, atë që ne do të ecuronim, atë që do të ofronim për pjesën e klientelës, diçka ndryshe që njerëzit e duan, pjesën e produkteve bio që realisht i mungonin shumë strukturave të restoracionit, sepse çdo kush ka strukturën e tij, ndërsa struktura jonë është çdo produkt që ne ofrojmë në tavolinë, jemi me anë të sezonit, jemi vetëm sezonal. Do me thënë shumica e klientëve që vinë në Flobes Park thonë në rigjesh, çfarë do na bësh, çfarë do na ofrosh sot? Çfarë ofron sezoni? Sezoni ofron cilësinë e shijes, që do thotë edhe te pjesa e mishrave, siç jemi me pjesën e qingjit dhe kecit. Shumë njerëz thonë që pjesa e qingjit mban aromë dhe unë dua të konsumoj gjithmonë keç. Por po ta kapim pak teorikisht, në momentin që hahet në sezonin e caktuar dhe në sezonin e saktë, ai produkt nuk ka as edhe një lloj arome dhe është goxha i shishëm. Do me thënë, momentalisht ne jemi në periudhën e qingjit, që është shumë i mirë. Keci është në mënyrë riprodhimi tani. Dhe mbas 3-4 javësh ne fillojmë me pjesën e kecit, sepse kalon pjesa e qumshtit që i themi ne kasapët. Edhe shija është shumë e mirë, mishi është goxha i butë, edhe vetëm me pjesën e nga veriu, njug. Po, pra, se doja të pyesja pak për pjesën e mishit, për furnitorët. Pak më parë, po më thoje që të gjithë janë mish bio dhe është një mish i cili merret në pjesën e veriut. Po, kryesisht në pjesën e veriut, sepse kemi kohë që punojmë me pjesën e veriut dhe realisht vendet malore që janë goxha më të mëdha kanë një produkt goxha shumë më të mirë, sidomos tek pjesa e mishit. Po se ndjehet shija, goxha shumë pjesa e shijes, edhe jugu është on top, patjetër që po sepse dihet që mbahet për këtë gjë, po unë për veten time kemi pasur goxha më shumë kontakte në pjesën e veriut, që i kemi disa stane në vende goxha malore, edhe pothuajse një herë në 2 javësh ne shkojmë që marrim pjesën e furnizimit duke e përzgjedhur. Dhe prandaj ta caktova që pjesa e sezonit është momentet më të bukura sepse ka shijen, ka çdo gjë përkatëse për sa i përket pjesës çdo lloj produkti. Do kalojmë tek produktet, se vetëm pas pak do na serviren gjithë specialitetet e Flobes Park, por shndrojmë pak tek rruga drejt suksesit. Në rrugën drejt suksesit, nga historitë të dëgjuara, ndodh që kur ti fillon edhe bën progres me jetën, të ndodh që të humbasësh edhe mish, le të themi. Më trego pak për këtë periudhën, kur ti fillove dhe kishe këtë kalimi nga kamajer në një investitor, ke pasur njerëz që kanë hequr dorë nga ti si rigers, ke pasur njerëz që të kanë suportuar, si e mban mend këtë periudhë? Atëherë, ka pas goxha, pjesa e suportit është pjesa familjare dhe disa e rrethit tim miqësor, normalisht duke futur dhe tek pjesa e fisit që disa mbështetje goxha të mëdha, që ato persona e din dhe nuk dua që t'ja them, dhe sepse i kam në zemër dhe në shpirt. Patjetër që pjesa familjare është on top. Ka pasur shumë, realisht ka pasur shumë, më vjen keq për disa struktura sepse në një dikur pa të ndodhur një problematik dhe thonin që doli një situatë që para 5-6 viteve që thonin kush është kamarier nuk ja vlen. Qoftë edhe për pjesë martese ose nuk e di, domethënë këtë lloj struktura dhe më vjen keq pse do të thuash ti. Kemi qenë një brez që po urrisnim dhe e donim realisht shumë profesionin tonë. Unë nuk është se jam ndonjë moshë shumë të madhore, po të paktën ato që jinim. Edhe shumë të rinj dhe të reja, që unë i kisha koleg dikur, hoqën dorë vetëm për këto fjalë, domethënë sepse jemi pak gjykues.
Nëse je kamarier, nuk ja. Nëse je kamarier, ti nuk je për asnjë gjë këtë jetë. Çfarë do ju thoje të gjithë atyre të rinjve apo të rejave që aktualisht punojnë kamarier? Mos u dorëzoni. Kini një ëndër, një pasion dhe mos u dorëzoni sepse realisht ka nevojë të kesh një eksperiencë shumë të madhe. Ndoshta unë edhe me pjesën e stafit tim flas për çdo lloj gjëje. Ja na erdhi dhe po, filluam. Unë me stafin tim do t'i prezantoj të gjitha. Sallata flobes. Kjo është flobesi. Edhe pastaj do të talim pse është flobesi. Domethënë, ajo që unë po thoja ishte mos hiqni dorë sepse nuk e di as vetë sa shumë lot mund të kem derdhë nëpër banjo, që qaja me inat dhe thoja me vete pse. Pse? Ndoshta pak më vonë, ndoshta nuk është momenti, kur, pse jo tani, çfarë më nevojitet më tepër, ku është problematika që mos ta bëj unë, por që dal në një konkluzion, mos dorëzimi dhe mos dëgjimi i llafeve të tepërta, që i them unë si rigers, arrin në këtë lloj moment që jam unë. Çfarë të shqetësonte më shumë? Cila ishte frika më e madhe, sepse thuhet që për të pasur sukses, njeriu duhet të përballet me frikë dështime. Po, unë kam pak problem këtë pjesë dhe gjithmonë ka qenë pjesa që dështimi më mërziste deri diku thoja po sikur. Por që me ecurin e kohës, me marrjen e një eksperiencë goxha të bukur, pastaj kjo fjalë bie nde. Dhe tham, në momentin që ti fokusohesh, bën atë punë që duhet ta bësh, e bën në mënyrë 100% mirë, nuk i gënjen njerëzit për pjesën e produkteve, ti ja doja dalësh dhe nuk ka ku të shkojë ndryshe. Është pjesa e mosdorëzimit, këmbgulja për të realizuar gjërat që ti do. Që ti do dhe ti që ke për t'i bërë gjithmonë. Doja të komentoja pak edhe pjesën e... Tani është momenti më i bukur i imi. Po, momenti. Fillojmë me sallatën të flobes parë. Pse bëra pjesën e sallatës flobes? Atëherë, kjo është një sallatë që ka një mix sallatrash brenda, që është pjesa e jeshilës, icebergut edhe pjesa e rukolës. Është një salca e shefit që kombinohet nga 4 lloje salcës që ne kemi, pomodorini, pjesa e misrit, pak grana e grirë lart dhe gjithmonë do të ketë një frut sezonal on top. Kjo është pjesa e sezonit dhe jemi në luleshtrydhen. Jemi tek luleshtrydhen. Bravo. Në momentin që do të jemi te pjesa e qeshisë, do të vendosim qeshin. Në momentin që fillon pjesa e shegës, do të ketë pjesën e shegës. Kjo është ajo që unë them që do të jetë gjithmonë pjesa e produkteve sezonale. Ky është kulaçi i flobesit, që tashmë besoj është bërë pak viral edhe një jetë. Tash jemi te sektori preferuar i njerëzit. Tani unë nuk ngec dhe nuk kam të lënë hapësirë për asnjë lloj gjëje. Tani është momenti që unë kam pritur 10 vjet dhe vetëm do lëshohem pa asnjë lloj strukture. Atëherë, ky është kulaçi. Është buk, le të themi, ndryshe, është shumë i shishëm, lart ka pjesën e rigonit dhe pjesën e kripës. Por gjithmonë ka edhe klientë që nuk e duan shqeto. Pse del aq i mirë ai? Ai del aq i mirë sepse normalisht pjesa e produktit dhe pjesa që ne marrim, por fura e drurit bën që ai kulaç të jetë on top. Ka goxha shije, edhe pjesa e furës drurit ne bëjmë edhe pjesën e picave që i ofrojmë pjesën e barit që kemi veror jashtë dhe tek bari ofrojmë pjesën e picerisë dhe për pjesën e fëmijëve që kushdo mund të vi, mund të konsumoj një kafe, një picë, nuk është të thënë që okay, gjithmonë shumica. Po se ju keni një nga parqet më të mëdha të flobes të pjesës së lodrave, po. Që ofron po themi argëtim për fëmijët. Se ky është një vend që frekuentohet edhe nga familjarët, le të themi. Shumë familje, 99% janë të gjithë familjarët që frekuentohen. Tani si çun Tiranë që je do na shërbesh? Do të shërbej patjetër që do të shërbej. Okej, aku jemi këtu tek sallata flobes, unë kam dëshirë të t'i kapësh pak nga të gjitha pjesët. Po. Doja të pyesja pak ju çunat e Tiranës, si jeni raport me vajzat? Jemi goxha mirë. Përgjithësi jemi goxha mirë, po. Ju ka dalë çik nami që jeni kështu dembel, sa e vërtetë është kjo? Fare. Po varet me. Fare. Ajo varet se si dëshiron çdo kush. Është një shprehje e vjetër, që është goxha e bukur, që ne tironcat e kena atë pjesë. Pak a shumë gjithë ato që e din se çfarë thuhet. Po që nuk jemi ato lloj tipash, varet se ku jemi, varet sa dëshirojnë njerëzit nganjëherë, kur më shikojnë ndonjëherë thonë, "Okej, doli një tironc që po çaka, dashka me ça", por përgjithësi njerëzit varet se ku janë. Unë nuk jam fare atij mendimit që okej, Tirana ose Jugo ose Veriu fare, domethënë njeriu e bën karakteri vet, e bën sedra, e bën struktura, mikpritje që do ta ketë ose gjitha tjerat. Unë dua të përmend këtë pjatën. Ky është djathnape. Paka shumë ne i kemi vendosur kapezja shqiptare. Ka thjesht një pesto borziloku poshtë, kjo është djathnape, domate, edhe pak aceto lart. Është goxha e shishme,
Mua më pëlqen turshia në fakt. Turshit po. Është bio, Turshit e katunit. është e Janë çdo gjë katunit. turshit që bëjmë ne. Po. Pjesa e karrotës turshi, panxari turshi, që kjo është një nene ka pas bo gjyshja. Gjyshja. Ky është 3 breza. Ka një gatim goxha të lezetshëm. Gjyshja, mami dhe tani po i bëjmë këtu ke restoranti. Turshit e katunit, do të thonë pjesa panxari. Kjo turshi dhe kjo Po, turshi. turshia janë të gjyja. Po. Karrota turshi, panxari turshi, laka me domove, Jo, ato e di, që nuk këto, diskutohet. karrotën me panxare. Po. Kto ka një parazierje të vogël dhe ka një marinim shumë të hershëm, me pak pjesën e hudrës, me pak pjesën e limonit, Dua t'i provoj shumë i këto të shijshëm. dyja. Patjetër që do i provosh. Edhe domaten e turshis. Po. Ose se marrë të vejtu? Po më pse jo? Ndimo. Do të vinë edhe pjata të tjera, Po, edhe ndërkohë. domaten e turshis. Edhe domaten, po. Po. Mundem. Me mori për vete domaten. Jo, nuk e mora. Nuk e mora për vete, po që është. Okej, të lutem. Po. Gëzuar. Mirë se na erdhe edhe një herë. Mirë se ju gjeta. Kam dëshirë të jap Po. edhe pak pjesën e kulaçit që është Po. buka. Besoj duket, të vjen pak ajo aromat. Po. Ti vetë rigjerës futesh ndonjëherë në kuzhinë, domethënë e supporton Kudo. stafin? Kudo. Domethënë çdo sektor, çdo pjesë ka pak rigjerës. Çdo sektor, çdo pjesë ka rigjerës, duke që nga prerja e barit, jashtë, që nga pastrimi i tavolinave, që nga suporti i kuzhinës, suporti i hellit, pastrimet frigoriferike, larja e gotave, çdo lloj gjëje. Në momentin që ti e dëshiron profesionin tënd dhe ke studiuar goxha shumë për këtë fushë, duhet të kesh një informacion të saktë për sa i përket çdo lloj strukture. Po. Këtë e kam një fjalë nga një drejtor shumë i madh që është gjerman, është dhe goxha shumë i madh mosh, që thonte nëse dikush dëshiron të bëhet një shef i mirëfillt, duhet ditë bëj çdo gjë. Në këtë strukturë do të dish të lash, të fshish, të gatuash, të kesh informacion shërbimi, të kesh studiuar pjesën e mikpritjes, sepse mikpritja e klientit studiohet. Nuk është a është i mirë ky djalë apo nuk është i mirë. Ajo është ka studim. Domethënë nuk kam studiuar nga pjesa e mikpritjes deri tek detaji i largimit të klientit. Sa kohë shpenzon në Flobe Spark? Besoj të merr shumë kohë nga jeta jote? 24 orë ka dita, 7 orë flej gjumë, 4 orë ja kushtoj familjes, pjesën tjetër jam on top në Flobe Spark. Je në një moshë relativisht të re, do thoja, je vetëm 26 vjeç. Po. E cili është vizioni i së ardhmes për Flobe Spark? Vizioni i së ardhmes për Flobe Spark është goxha i madh, sepse strukturat nganjëherë ajo që unë do kisha qef Po. në një të ardhme ishin shtëpizat e Drurit që të vendosnin pjesë e Flobes, duke qenë se ne kemi një tokë goxha të madhe dhe kemi mundësi hapësire dhe shumë klientë tanë. Na e kanë thënë që rigërs pse nuk na rregullon disa shtëpiza Druri sepse do dilte diçka goxha e bukur. Përveç kësajt, ajo që unë kam dëshirë dhe besoj do të realizohet, dëshiron pak kohë, po jo shumë. Ne në Surrel do të kemi, unë kam një bashkëpunim me pjesën e dajave të mi, dajet e mi janë tregtar mishi shumë vite që jemi diku tek 3 breza që e tregtojmë këtë produkt, ka qenë gjyshi, janë dajat, edhe normalisht edhe unë jam me pjesën e Flobesit, është ajo mish që unë do të reklamoj ty tani. Po, që do na vi vetëm pas pak. Po, por që ne do të krijojmë një dyqan të mirëfillt që çdo produkt që ndodhet në Flobe Spark, çdo familjar që vjen, çdo person drekon ose darkon në Flobes, para se të shkojë poshtë, mund të ndalojë në Surrel dhe të marrë çdo produkt që ta gatuajë në shtëpinë e tij. Kjo do jetë ajo hapi joni i dytë, pastaj me shpreh Zotit para shikojmë, po që janë 2 hapa që do të godasin patjetër, që janë planet e së ardhmes, pjesa e shtëpisave Drurit, që nuk dëshiron shumë kohë, thjesht po përgatisim pjesën e vendit që të jemi gati për të vendosur, nuk mund të jenë shumë si fillim, po që pse jo, paktën tek 5-6 shtëpiza Drurit vogla, besoj do jenë mirë. Edhe pjesa e dyqanit që do jetë patjetër. Cili është çmimi që të është dashur të paguash në emër të suksesit, sepse ndonjëherë suksesi nuk të jepet falas. Çdo gjë ka një Asnjë çmim. gjë nuk është falas. Po. Realisht asnjë gjë nuk është falas në këtë jetë. Unë do të thoja një vit depresion. Pjesa e futjes në Flobe Spark. Një vit depresion. Si e ke kaluar? Depresion. Tash nuk po Është them një- depresion, po që është është pak rëndes, Rëndes psikologjike janë rëndes. diçka që Si do gjithë të të shkoj? rinë përballën, nuk është. Sepse futen shumë gjëra në lojë. Është një biznes që realisht ka kosto të mëdha.
është një biznes që ka nevojë shumë për përkushtim. Është një biznes që ka nevojë shumë me orare të zgjatura, por është diçka që nëse nuk e ke me pasion, nuk e bën dot. Çfarë do të thotë? Do të thotë unë buzëqesh në çdo moment. Në momente që jam i mërzitur, në momente që jam i lumtur, në momente që jam problematika kudo qoftë, domethënë kjo është struktura jonë. Ne duhet buzëqeshim gjithmonë dhe kjo na jep akoma më shumë forcë për të ecur para. Ai që ka fushën time dhe që ka restorantin e tij e kupton 100% se ç'duhet. Të kupton se çfarë ke kaluar. Se çfarë kam kaluar unë, se çfarë do të kaloj, patjetër, sepse jeta është ulje ngritje. Patjetër që okej, një histori suksesi dhe kam shumë dëshirë që t'i them dhe shumë të rive që janë moshën time që po, arrihet diçka, nuk ka nevojë të t'japi njëri dorën, nuk ka nevojë të të mbështesi njëri, nëse dëshiron me Zotin para t'ia del për çdo gjë. Por duhet kesh një eksperiencë dhe një durim të madh. Sigurisht historia e Rigersit është një histori suksesi, është një histori frymëzuese, pasi nga një kamajer arriti që të bëjë realitet ëndrrën e tij për të themeluar një biznes. Çdo gjë aty nis. Po. Sigurisht që ka sfida dhe biznesi është në proces ngritje dhe sipër, por që ti ke premtuar vetes që nuk do heqësh dorë asnjëherë. Pavarësisht çdo gjë, kur kalova besoj një vit goxha të rënduar, si nga ana monetare, si nga ana psikologe, për çdo lloj gjëje, besoj se do jetë akoma edhe më rënduar sepse do të marrësh hapa shumë të mëdha. Normalisht hapat vjen duke u rritur, nuk vjen duke rënë poshtë, normal. Rritet edhe pjesa e riskut, që normalisht është diku te 3-4 fish më i madh se sa situata e momentit, por që si thash edhe një herë, njeriu lufton, ecën para. Ti shpjegojmë këto dy pjatat? Po, të shpjegojmë pjatat herë. Si dëshirosh ti? Okej. Ky është një miks djathrash. Ato që ne kemi, gjithmonë kemi një narden ose një reçel që ne e shërbejmë. Reçel, lloj reçeli? Ai është reçel për momentin lule shtrydhe. Po. Bën këtë lloj mënyre sepse karamelizohet pak me pjesën e sheqerit dhe kjo pjesa e reçelit është gjithmonë mbas sezonit. Un kam një reçel të preferuar, që besoj do ta kemi më është pak më vonë, është Mareja. Mare ne kemi këtej në pyll. Kemi mundësinë sepse është goxha kokër e mirë, gjithmonë kur çel Mareja dalim dhe e mbledhim. Dhe bëhet një narden mardeje që shoqërohen pjesa e djathave dhe ka një shije shumë të mirë. Po ashtu dhe pjesa e shegës, po ashtu dhe pjesa e qershisë. Domethënë, kjo është pjesa e sezonit. Në Flobes Park ne kemi goxha pemishte të mëdha që janë diku të shpërndarë në lokal. Pse janë të shpërndarë në lokal? Domethënë, qershit janë këtu para, brapa kemi dhe sheg, edhe te këndilorave kemi, sepse ne ja ofrojmë klientëve mos t'ia vendosim frutat në pjatë, po momenti që del qershia, nëse dëshiron, kemi edhe çezme që i kemi në lokal të hapur, ti mund të marrësh qershi, mund t'i lash edhe mund t'i konsumosh në fund për të pirë dhe një gotë verë më tepër. Dhe njerëzit e pëlqejnë goxha shumë, do të bëjmë gati edhe pjesën mbrapa, normalisht për qep të njoma, hudhrat e njoma, që bëhet, do të ketë një derë të vogël, njerëzit futen, mund të marrin 2-3 qep hudhrat njoma dhe i kanë kënaqësi. Ne nuk ja vendosim aty, po që i e merr dhe e pastron vetë. Realisht është diçka shumë e bukur. E si t'lindi si ide? I bie që ti ke kaluar shumë kohë në fshat, në fëmijërinë tënde? Po si gjithçka çdo fëmijëri që e ndërronte pjesën e fshatit, që kur ishim ato karrocat me kuzhinjeta, që ishim pak a shumë gjithë katonari jemi, kupto? Nga e para ke e fundit, me thon drejtën. Sido që t'ja qytetërimi në fshat ka lind, kështu që. Po, tash me thon drejtën, njëra që është qytetar, luma që është katonar, siç ka koha momentit. Gjithse njerëzit gjithnjë më shumë po duan fshatin, po duan gjëra tradicionale, po duan gjërat bio dhe Flobes Park është një ambient i cili ofron ushqimin e mirë, por mbi të gjitha ofron edhe një pamje të mrekullueshme të natyrës. Pamje mrekullueshme, ushqim i mirë dhe mikpritje që do të jetë gjithmonë nga ana ime, sepse është sado e mirë të jetë produkti, sado i mirë të jetë gjëja, realisht mikpritja është ajo që godet. Njeriu në momentin që mikpritet dëshiron, në momentin që mikpritet, i pëlqen, që ke fjala e mirë. Pastaj futet tek pjesa e produkteve që është. Okej. Kuj do i thoje faleminderit për Rigersin që je sot? Familjes. Kemi dhe një pjesëtar të familjes së Rigersit, kemi Dajën e Rigersit, i cili shoqëron kudo Daja ka qenë. Pak a shumë është Daja vogël, janë dy Daja të vegjël që janë, por ky i vogli që jemi më shumë me çdo lloj strukture dhe në pjesën e biznesit për çdo lloj gjëje. Pjesën e mishit. Pjesën e mishit. Si çun Tirone që je, ke ndonjë recetë tironse në Flobes? Kam një recetë tironse me thon drejtën. Tash do fol tironse fare. Kam një recetë tironse me tik menja. Kjo është tava edhe jot.
Po. Dhe kjo janë qoftet me krem djalli. Tani, shpjegoj këtë se këtë e kam dashuri, këtë e kam emocion. Kurse këtë ta shpjegoj. Jo se është më mrapa kjo, Se ke shumë dashuri si duket. Po këtë e kam, këtë njerëzit vinë nga të gjitha rrethet në Shqipëri për të provu këtë gjë. Aroma shumë e mirë. Është aromë goxha e mirë. Këto janë qoftet me krem djathi. Atëherë, kjo është mish viçi. Po. Vetëm e erza. I bër top, i gatuar në furr, edhe pak kremi i djathit lart, normalisht është pjesa e kaçkavallit. Kremi i djathit që është lart. Piqet dhe ka një shije fantastike. Realisht fantastike sepse është mish vëndit direkt. Vetëm erzat, pak qep në grirë edhe aq, asgjë tjetër, as edhe një lloj prezirje. Tava e dhejot është një recetë shumë e vjetër. Po ta shikosh, trashja e tavës dhejot është vetëm pjesa e mishit viçit, pjesa e domates normalisht që ka, pak erzat edhe përveç gjizës nuk ka as edhe një lloj trashje tjetër. Domethënë është organike 100%, është produkt vendor, jo miell ministri, jo këto situatat. Është pak fare pikante. Është një nga tavat më pëlqyera, besoj. Kjo është on top. Janë disa pjata që janë on top, që është tava e dhejot, qoftet me krem djathi, miksi i djathtrave, pjesa e bukës miçit me shtirë, turshit e katunit, është dhe ploncit. Po, se do të pyesja, është një nga recetat më virale në TikTok, se Fury Girls ke të them të vërtetën edhe një audiencë shumë të madhe përmes rrjeteve sociale. Më pëlqen shumë sepse është dhe audiencë shumë e bukur. Domethënë janë audiencë që t'japin goxha, nuk janë komente 99% janë komente goxha të bukura. Realisht t'japin emocion dhe t'japin kurajë që ti të vazhdosh akoma dhe më shumë. Patjetër që ka edhe nga ato strukturat, por që mbulohet. Mbulohet me komente goxha pozitive dhe komente goxha të bukura. Dhe gjithmonë që het recetën e plonësit, bëhet goxha virale dhe merr shumë komente. Sepse dikur i kishin pa lek, kurse sot paguhen shtrejt. Kjo është shpreha që më them për pjesën e disa produkteve të fshatit dhe produktet bio. Dikur i kishin pa lek dhe sot paguhen shtrejt. Kam njerëz që jetojnë jashtë dhe më kontaktojnë dhe më thonë vetëm as sjell tu sa lek do ti. Them po që nuk mundem dot, nuk bën sens. Domethënë, unë therim 100 ose keqin. Realisht 100% struktura. Me anë të therjes 100 dhe keqit, ne marrim disa nën produkte që janë të brendshmet, që i shesim të kavërdisura në tigan, janë pjesa e korzës, ajo është korzë, që është pjesë e zezorës viçit, është korza që bëhet kukurec, pastrohen goxha mirë, dhe pjesën e plëncit është një pjatë që ne kemi tek pjesa e mesoreve, sepse nuk mund ta përballosh dot me masivisht me pjata personale. Dhe tek pjesa e mishit, në momentin që ne e therim, mund t'i ndajmë dhe pjesën e shpatullave ose pjesën e kokshave që i pjesim në furrë që do ta prezantojmë tani. Dhe paka shumë me pjesën e racioneve. Në posedim shesim dhe pjesën e kokës, që është koka qingjit ose keqit, që paka shumë ne tironcat e kena kur bot një tavolinë familjare e mirë, kemi për shembull një xhaj një gjë që e duam mirë. I xhaj që e duam fort ja çojmë, i xhaj që se duam fort nuk ja çojmë. A kupton? Pjesë e kokës. Gjithmonë e përdorim për njerëzit që janë më të mëdhenj moshë, edhe unë vetë si rigers, kur kam tavolina që janë të mëdha, gjithë klientët e mi e dinë, dhe besoj do na shikojnë dhe e dinë se ç'po flas, që janë 20-25 persona, është një person që është në krye tavolinës, si themi ne. Dhe gjithmonë te pjesa e mishit ai ka një pjesë bishti, ka dhe pjesën e kokës nga ana ime që ja çoj gjithmonë. Në fakt, mishi i bishtit është shumë i shishëm. Është shumë i shishëm edhe prandaj ne ja japim mikut, e themi ne, tironcit, po që në këtë rast unë jam pjesë restoranti, nuk e di se kush është miku, po ja çoj atij që është më i vjetri. Në fakt Gersi ka edhe një fat, sepse ka Dajon i cili e ndihmon me pjesën e cilësisë të mishit. Cilësisë mishit. Ne unë jam bashkë me Dajon që do të krijojmë dhe pjesën e dyqanit që besoj do të jetë goxha i madh dhe goxha i mirë, po jo vetëm produktin e mishit, do të jetë produktet e djathit, do të jetë duke filluar që nga veza, duke filluar që nga gjiza, që nga të gjitha gjërat nga larg turshit, siç të thash. Ai familjar që vjen këtu, drekon, i hyp makinës, ndalon në surrejnë, merr dhe produkte për shtëpinë dhe shkon goxha i lumtur në shtëpi. Doja të pyesja në fakt, cilët janë disa nga pjatat që kërkojnë, po themi, familjarët, një grup shoqëror, domethënë pjatat që kërkojnë njerëzit që janë trende komplet, ja ku i ke këtu, do të vi dhe pjesa e mishit, do të vjedhim dhe ëmbëlsirat. Pa merak fare, ëmbëlsirat janë 3. Ke pjesa e ëmbëlsirave, do të jetë dhe pjesa e mishit vetëm pak momente. Këto janë pjatat që janë on top, jo sa ato tjerët nuk janë, Po gjitha janë. Por që janë pjatat e Gersit. Po. Tani, a thuaj të vërtetën, po të vërtetën. Po folje. Po. Cila është pjata jote preferuar? Pjata ime e preferuar në Flobes Park. E preferuar? E preferuar. Po. Është sallata Flobes, buka misit me shtirë, kulaçi, tava e dhejot, mishi i qingjit. Dhe të gjitha? Jo, janë disa nga pjatat që unë konsumoj. Po që është on top, për mua është mishi i qingjit. Nuk e ndroj sikur të haj drejt, dark, pasi dhe problemi, sepse
Mishi qingjit ke ne ka diçka. Është i pa marinuar fare përveç pjesës kripës. Na erdhën dhe ploncat. Po, ploncat. Ploncat janë këto. Po, kjo është plonci. Unë do i provoj këto. Tu t'i provosh. Atëherë kjo është Tani më korza. shpjegoj çik. Korza. Korza dhe pjesa e plëncit. Korza janë zorët. Po, po. Ta provoj çik? Po. Është goxha e shishëm. Ja, ta provoj. Vetëm pak fare rigon lart. Dhe pjesa e plëncit bëhet në formë kotolete me pak Të vezë dhe nxehtë. miell. Kujdes se të djeg. Po. Ndërsa pjesa e plëncit, po ta shikosh, Është shumë e vetëm- shkrifat. ka vetëm pjesën e pak kotoletës dhe është e gatuar. Tani, Po. pjesa e preferuar. Tashi fiks fare erdhi mreti. Po, fiks. Ka një aromë shumë mrekullueshme. Gatimi ynë që ne i bëjmë mishit, përveç pjesës kripës, nuk ka as edhe një lloj marinimi tjetër. Pse? Sepse është mish vëndi, më thënë drejtën, shumë njerëz e pëlqejnë limonin, po unë ti dua që ti ta provosh pa limon. Fakt dua këtë për Këto, njerëz, ha. këtë të rreshkur. Do këtë? Po. Okej. Okej. Me preferenca. Me preferenca është, Po. Faleminderit. kështu që mund ta provosh. Po. Dëshiron të jedhësh limon, po unë them ta provosh Jo, do e provoj pa pjesën pa e limon. limonit dhe pastaj do ta provosh dhe me limon dhe do të kesh një shije Është shumë i kontrast. shkrifat. Është ekstrem shumë Po, i shumë i shkrifët. Është dhe shumë i butë. Tash, përveç pjesës kripës nuk ka as edhe një lloj marinimi tjetër, sepse është mish vëndi dhe Shumë, këtu t'ja shumë, ndish shumë. I aromën love it. që ka karakteristikën e tij. Kjo është ajo që njerëzit realisht pjesa e mishit dhe pjesa e plënsit kukurrecit tava e dhiut janë disa pjata që njerëzit vinë nga shumë Nuk pas ka rreth e nevojë të tjera. pritet fare, ja. Jo, nuk ka nevojë të pritet. Pjekja arrin diku nga 200-220 gradë, është diku tek 3 orë, 3 orë e gjysmë, në varësi të mishit që ne kemi. Se mund të jetë pak më i madh, pak më i vogël, domethënë varet. Kjo do të thotë hecësh me sezon. Kur njerëzit vinë ndonjëherë këtu, për shembull ndarkët, o gerso, a mbaroj tava dhe jo ti them unë. Po pse? Po ndola mbi kapacitet, sepse kjo nuk mund të bëhet dot përgjysore. Kjo ka nevojë goxha shumë për përgatitje. Sa kohë merr 3 orë e gjysmë, 4 orë. 4 orë. Po, që arrin atë shijen që njerëzit thonë wow. Po mishi? 3 orë e gjysmë. Këto kanë, thash dhe një, kanë 3-4 orë larje. Për ato thashun, luma i që i ha, mjera i që i la. Kjo ishte tavolina Flobes Park, do të presim edhe pjesën e ëmbëlsirës. Ke Cilat pjesa e janë ëmbëlsirëve. ëmbëlsirat tipike? Është qumë shtori. Po. Është pjesa e sufles edhe kasata Flobes. Kasata Flobes është, pse e thënë kasata Flobes, është goxha e freskët, më shumë tek pjesa e verores. Është goxha e pastër si ëmbëlsirë me copëza çokolade, me pjesën e mascarpones, panas që miksohen bashkë dhe futet ngrirje. Edhe shumë njerëz e pëlqejnë. Domethënë pak a shumë verdiktin unë e marr nga klientët. Nëse klienti im thotë është super, unë e vendos si produkt. Erdhën dhe ëmbëlsira. Po. Erdhën dhe ëmbëlsirat. Kjo është kasata Flobes. Kasada? Kasata. Kasata. Kasata po. Kasata Flobes. Po. Kasata duket shumë e bukur. Në E kombinon di sa më pëlqen kur është tavolina kështu plot. Shumë e bukur nga ana vizuale. Për shije do e provojmë se. Për shije po. Atëherë ja ku jemi. Po. Kjo është kasata Flobes. Ky është qumshtori. Qumshturi. Qumshturi. Po. Po. E di çfarë bën karakteristik të qumshturin? Jo. Që ky qumshturi ka një tlyn lart. Qa? Tlyn. Tlyn, gjall, po. Gjalbi, po, nuk është gjalbi, është tlyn. Po, tlyn. Kështu i them unë. Tlyn. Domethënë gjalbi është gjë tjetër, tlyni është tlyn. Okej. Ka atë tlynin lart që i jep atë shijen. Me tikmenja ku i themi ne. Sufleja. Suflen unë marr një çokoladë që është goxha shumë e mirë, me zor e gjej ndonjëherë dhe është pak gluten free si çokoladë, sepse i kemi edhe këto situata, do të kemi pavarësisht strukturës që pjesa e personave që janë gluten free nuk kanë mundësi që t'i konsumojnë dhe më vjen keq sepse kanë shumë pjesë produkte në bylmetit dhe produkte në mishit që realisht nuk mundem dot çfarë t'i bëj tjetër, po disa pjata do të kemë mundësi që të rregulloj që edhe njerëzit që kanë problemet me pjesën e gluten free, me pjesën e alergjive kryesore dhe specifike, të kenë mundësi dhe t'i shijojnë. Edhe kjo është po kasat Flobes që shoqërohet pjesa e sufles, por bëhet me lule shtrydhe. Ndërsa këtë e bëj gjithmonë në anë të sezonit. Kjo është me copëza çokolade brenda, me shurup lule shtrydhe lart, pjesa e portokallit sepse kemi akoma portokall,
sepse nuk mund ta bëjmë çdo gjë me lule shtrydhe, edhe qumshtohet që ka pjesën e arrave lart dhe pjesën e gjallëve. Si pa kuptuar në fakt, kemi ardhur në fund, kemi parë dhe provuar disa nga recetat tipike të Flowbase Park. Para se ta përmbyllim këtë emision, doja një mesazh për të gjithë të rinj që po na ndjekin në këto momente. Çfarë do ju thoje në rrugën drejt suksesit? Jo vetëm në fushën time, në çfarë do lloj fushe, ku do të qofsh, ku do të jesh, jo vetëm në Shqipëri, në çdo vend të botës. Nëse ti dëshiron ta bësh atë gjë që do dhe ta djen zemra, ti ja arrin. Mbas 5 viteve, mbas 10 viteve, mbas 15 viteve, po ti ja arrin. E rëndësishmja është t'ja nisësh në moshë të vogël, që pjesa e mosësh 25-30 vjeç të kapi on top. Nëse ti i arrin këto gjëra, mos u dorëzo, mos u dëshpëro, do ketë njerëz që do të ndërpresin, do ketë njerëz që do të shtyjnë, do të hedhin poshtë, do të ngrehen, vetëm shiko punën tënde, drejtimin tënd. Pastaj, momenti që t'ja arrish asaj gjoje, i jepi drejtim sepse bota është e jotja. Mirë, me këto super mesazhe pozitive të themeluesit të Flowbase Park, Rigers Dervishin, ne mbyllim Rise Up. Rigers, faleminderit edhe sukses. Faleminderit shumë.